Përshëndetje Vledar, si kalove? Përshëndetje, si jeni juve? Mbëritet mirë e bukur në Amerikë, besoj mbaruat shitjen e shtëpisë tani në Amerikë. Me ca përgjithësira të zakonshme, po që rruga në përgjithësi mirë. E marrim nga fillimi. Ju kishit apartament në Tiranë, sa vite rinte bosh apartamenti aty tek pallati me shigjeta? Po prindit vinin e shkonin bëhase një në vit ose domthon po që mund ta quash 5-6 vjet pa u përdorur edhe kishte ato problemet e ndërtesës. Ta amortizoj. Po, realisht frymën njeriu të mbante gjallë. Më kontaktuat mua dhe vendosëm ta shesim. Ajo që desha të pyesja unë ty është, pse nuk e shitet me të njohur, për shkakun, po zgjodhet ta shesim me agjenci imobiliare në treg të hapur. Është më mirë që kur hyn në një biznes, e mira është ti lësh emocionet, ty të duhet dikush që është më profesional dhe është specialist në fushën e tij. Kjo që është e mira ti eliminosh kushërinë apo më the të thash dhe duhet të lësh dorë të lirë profesioniste për atë që janë specialistë në fushën e tyre, kuptoj. Jam plotësisht dakord. E di pse jam dakord, se shumica e emigrantëve kryesisht tentojnë të shesin me familjar të njohur dhe ndodhin dy gjëra. E para që ndodh është që e shesin pak më lirë se çmimi i tregut, se tani fillojnë ata dhe të kërkojnë favore, dhe e dyta që duhet merren vetëm me procesin, me letrat, dokumentat. Në rastin tuaj, besoj kishim të gjitha në rregull dhe ju erdhët vetëm për të firmosur kontratën. Po kjo ishte, për thënë, nga gjithë kjo eksperiencë, ajo që na la mbresa ishte sepse ne nuk bëm asnjë gjë, duke qenë edhe në distancë, duke patur juve dorë të lirë dhe e njihni sistemin dhe mënyrën se si funksionojnë gjërat. Ne ishim 1000% të kënaqur me faktin që filan ditë do vini, dokumentat janë gati, vetëm lidhni firmën dhe neve na shpëtoi aq shumë kokçari se nuk i njohim as burokracitë, as sistemin se si funksionon në Shqipëri. Nga e gjithë kjo eksperiencë, po që se do bëja një chart, kush do ishte e para, ishte që çdo gjë është gati, hajdeni të firmosni dhe mbarojmë punën. E kuptoj fare mirë. Është kjo për emigrantët e Amerikës nga që ju jeni shumë larg, apo do thoshe është për çdo emigrant, kështu që vlera më e madhe, se desha me të pyet që në fillim, vlera më e madhe është kryerja e procesit në mënyrë që vjen vetëm një herë firmosës, smerresh me burokraci, apo që agjencia arrin të marrë një çik çmik më të lartë për shitjen e shtëpisë, duke qenë se reklamon treg. Po vetë fakti që ti zgjedh një professional që ta bëj punën, vjen me si ai di mënyrën se si të reklamojë apartamentin, ta përshtas për shitje dhe gjithmonë e di mënyrën se si funksionon tregu. Në rastin tuaj ne bëm dhe atë që ju në Amerikë quani property staging, pra e rregulluan pak pronën që ti nxjerrim vlerat në sipërfaqe, lyhem e pastruam, me rifreskuan pak, nuk është se bëm ndonjë gjë shumë të madhe, mendoj që edhe ajo na ndihmoi, fakti që ju bët një investim të vogël për ta rifreskuar pronën. Po diskutohet, shtëpitë e emigrantëve zakonisht janë të lëna pasdore për faktin që nuk banon më njëri dhe gjithçka amortizohet. Fakti që juve si residential, si real estate e përshtasni ose rregulloni shtëpinë që ta bëni të gatshme për të shitur, se pastaj ti cili mund ta përshtasi pas dëshirës, po gjithë ky proces është diçka që unë vetë nuk mund ta bëja, duke patur parasysh edhe distancën, edhe rregullimet ose lyerjet, pastrimet, kështu që mënyra se si ju e përshtatet të bëj staging të shtëpisë, edhe vlerësi ta shikonte me syrin, shtëpia duket më e hapur, më me dritë. Kur klienti është i mbar, edhe procesi shkon mbar. Në rastin tuaj ne kemi firmosur ditë të hanë, edhe diku nga India kaluan lekët në bank, apo jo? Te Indian ishin në lekët në bank, po diskutohet. Ajo është diçka më pozitive, sepse dhe mamaja në rastin ton kishte atë kënaqësinë shpirtërore që u mbyll procesi plotësisht edhe u shpërblye në mënyrë shumë të majme, nëse quhet mund ta përdorësh si fjalë. E qartë. Vetë punën e juaj edhe paraqitja e shtëpisë e bëri që gjithë kjo eksperiencë të ishte pozitive për sa i përket fitjes. Jam shumë i kënaqur për këto dy gjërat kryesore që sapo shpjegove, edhe më mirë nga mua Vledar. Pra e para që kemi marrë çmimin që vlente prona juaj në treg, jo më pak, dhe e dyta që ju kemi ndihmuar me procesin, mos ta harxhoni të kohë lart e poshtë nëpër Tiranë me burokracira e kështu gjërash, edhe të them me bindje që kur ne kryejmë një shitje dhe klienti del i kënaqur, sigurisht ne paguhemi për shërbimin, po vlera më e madhe është realisht kur del klienti i kënaqur. Kënaqësia jonë është që eliminojmë gjithë ato kokçarje, gjithë ato, sepse po ta marrim rastin që bie shkurt, ne që jemi nga jashtë, unë duhet të lë punën 1 javë, 2 javë, dhe të vi të mirë me këto gjëra, unë harxoj 2 fish, 3 fish, duke të dhënë ty që je profesionist në këtë fushë, është shumë më kollaj dhe unë kursej kohën që është time is dollars themi ne këtej, që ti më shpëtove mua më shumë se sa mund të vlente përqindja. Vledar, unë të falenderoj për besimin dhe më vjen mirë që keni dalë të kënaqur nga bashkëpunimi me ne. Ti mua neve të gjithë në përgjithësi na shpërtove aq shumë kohë dhe aq shumë stres, sa si thash, ajo përqindja që merrni juve është pothuajse edhe për të mos thënë që u paguat më pak për sa i përket
shërbimi që na bën neve në këtë drejtim. Po kjo është shumë e rëndësishme. Edhe unë dua që klienti të marrë më shumë vlerë se sa paguan në monedhë. Më besoj që e kam të rëndësishme këtë.